Bëhemi gati bashkë për të shkuar në një ditëlindje. Dhe do t'ju tregoj pak për vetullat se më keni pyetur shumë. Këto janë vetullat e mia tani, kështu duken dhe nga afër. Unë i kisha bërë microblading dhe para disa kohësh i kam hequr me lazer. Këtë ndryshimin e kam bërë që kur vendosa të hapja flokët, që lazeri të bëj efekt duhet të bëhen disa seanca. Unë që me seancën e parë kam parë shumë diferent. Te cepi i vetullës e kam bërë pak më shpesh sepse varet sa i thellë është pigmenti dhe çfarë lëkure ke. Unë tani jam shumë e lumtur me vetullat. Jam fokusuar të heq vetëm cepin që ta shkurtoja vetullën, se më ka ngelur nga seanca e parë një hije shumë e lehtë kafe te pjesa tjetër e vetullës që ma tregon vetullën time pak më të plot. Por ju nëse doni sigurisht që mund ta hiqni të tërë, po mua më pëlqen shumë se si duket tani. Dhe procesi i lazerit nuk është shumë i dhimbshëm, është diçka shumë e lehtë, just so you know që nuk të dhëm fare atë shumë. Sigurisht që lëkurat e tjera mund të jenë pak më sensitive dhe mund ta ndjejmë pak më shumë, por është 2 minuta diçka e tillë si proces, prandaj është shumë okay. Për make-upin sot nuk e di se çfarë do vesh. Ne do dalim për darkë dhe besoj se do i kap flokët se akoma nuk më ka shkarkuar kjo ngjyra. Zakonisht floku im e shkarkon ngjyrën më shpejt, po këtë ngjyrën që unë nuk e kam qef, nuk e di pse nuk po ma shkarkon. Është dhe një refleks, nuk e di a dallohet si jeshil. Kontrollojmë pak make-upin si duket me aparat. Mund të shtoj edhe pak më shumë blush. Po shtoj pak cream blush që t'jetë sa më glowy. Nëse nuk e keni parë akoma, video ime e re YouTube-it është postuar, e postova dje. Shikoni videon dhe më thoni si ju duket. Unë po filmoj tërkohës, prandaj më bëni subscribe që ta dini se kur del dhe video e re. Në YouTube jap shumë live updates dhe sidomos tani që është verë, kam disa udhëtime shumë cute që do i filmoj të gjitha, do i postoj aty. Sigurisht nëse keni ndonjë sugjerim tjetër për videot e YouTube-it, më thoni në komente. Ta përfundoj edhe pak fare këtë, kam disa gjëra të vogla dhe erdha.